Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur Klevis Kaso vijon takimet me qytetarët, shtëpi më shtëpi duke i dhënë kohën e merituar secilit dhe duke marrë në këmbim shumë besime mbështetje, shprehet Kaso, duke theksuar se rruga e vetme më 11 maj është Partia Socialiste. Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës u takua edhe me studiuesin profesor doktor Bardosh Gaçe. Në një takim të ngrohtë dhe simbolik, profesor doktor Bardosh Gaçe, studiuesi mirënjohur i historisë dhe identitetit vlonjat, i dhuroi kandidatit për deputet Klevis Kaso librin Vlora fjalor enciklopedik, një vepër që mbart në faqe historinë, krenarinë dhe pasurinë shpirtërore të Vlorës. Gjatë bashkëbisedimit, profesor Gaçe solli shembuj nga figurat të shuara vlonjate dhe i kërkoi kandidatit Klevis Kaso që të ndjek gjurmët e tyre, duke i qëndruar besnik vlerave, vizionit dhe përkushtimit ndaj qytetit dhe kombit. I dashur Klevis, unë kam qenë në disa vende të botës, po thua një 3 dhe 4. Dhe fati i mas ka qenë ku kam takuar djem dhe vajza shqiptar dhe vlonjat me një potencial shumë të madh intelektual. Këto nuk janë gjë përpara kësaj jete të vrrullshme, dinamike. Por unë dua që këtë dinamizëm dhe talent që po tregon jashtë, ne kemi plot djemë si ty e të tjerë që duhet ta tregojnë këtu. Se Shqipëria nuk ka nevojë më për palto të vjetra. Shqipëria ka nevojë për një brez të ri, të cilët ende po e hanë paltot e vjetra. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso, po takohet edhe me përfaqësues të biznesit. Një takim të tillë e ka ndarë edhe në rrjetet sociale. Vizitat më të sinqerta janë kur në shtabin tim vjen njerëz punëtor, me stafin e Tënda Tushi, që ka mbi 30 vjet eksperiencë në këtë biznes, dhe është një nder për mua që i kam në shtabin tim dhe në mbështetjen time. Faleminderit. Klevis Kaso, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, pjesë e listës së hapur, gjatë takimeve po kërkon votën për Partinë Socialiste, por edhe votën personale, me qëllim që pas 11 majit të jetë një zë i fuqishëm në Parlamentin shqiptar.